diskutohet kur. Dhe ajo është dinjiteti njerëzor. Casey, gjatë qëndrimit në shtëpi, ti ke shkelur në mënyrë të përsëritur rregulloren e Big Brother VIP, duke bullizuar, duke përdorur gjuhë denigruese dhe kërcënuese, si dhe duke prekur drejt për drejt dinjitetin personal e duke paragjykuar vazhdimisht mbi orientimin seksual. Këto sjellje, Casey nuk dua të dëgjoj. Casey, këto sjellje janë të papranueshme dhe bien ndesh me vlerat themelore të respektit, barazisë dhe bashkëtesës që shtëpia e Big Brother VIP përfaqëson. Je paralajmëruar edhe më parë për sjellje të ngjashme, ndaj vllai i madh ka vendosur që ti sonte të largohesh menjëherë nga gara. Vllai i madh të kërkon të lësh në këto momente shtëpinë. Kjo dalja e Caseyt, unë e pash e dëgjova dhe nga publiku që është në sallë që duar të rukiti jashtëzakonisht shumë sikur mund të shpallesh si finalisti i parë, si dikush kur shpallet finalisti i parë. Shiko, nuk është se jam dakord me daljen e Caseyt, patjetër jam shumë dakord dhe është vendimi shumë i duhur, sepse përveç se lojës që ka performancës tij në lojë, ka transmetuar edhe le të themi në një farë mënyrë një lloj ankthi për të gjithë ata që e ndjekin këtë lloj formati ose inati, mërzitnie. Nuk është se nuk jam dakord, por mos harrojmë se dhe Rigerti, si e ka i çuni, Rogerti, mos harrojmë se dhe ai asgjë më pak nga të gjithë ato që lexoi Ledioni me përjashtimin e Caseyt nuk ka bërë me malin. Ledioni tha në pjesën e dinjitetit, përmendi bullizimin, përmendi dhunën psikologjike dhe ai vazhdon të jetë akoma në shtëpi, gjë që akoma është shumë e çuditshme dhe nuk është asgjë më pak apo më shumë nga ajo që ka bërë ky Casey, por Casey në një farë mënyrë është ripërsërit, ishte zarfi 4 i zi për Caseyt që vinte në mënyrë paralajmëruese që duhet ndryshonte sjelljen, por nuk e ndryshoi sjelljen e tij, përkundrazi e përkeqësoi akoma më shumë, por që ishte një vendim shumë i drejtë. Ajo palli nga reagimi i pjesës publikut, por unë akoma vazhdoj të them që Rogerti nuk duhet të qëndrojë akoma në shtëpi as një minutë më shumë, sepse, siç e thash, asgjë më pak, asgjë më shumë nuk ka bërë se sa Casey. Ajo që më vjen çudi mua është që Rogerti nuk kërkoi nuk kërkoi falje dhe biles e pranoi me krenari më të madhe kundrejt Malit që thoshte nuk kërkoi ndjes. Dhe të mos kërkosh ndjes tek gabimet që ke bërë, tek ato që ke thënë, është njësoj sikur ti do të je i parashikuar për të bërë gabimin e radhës, po të njëjtë ndoshta edhe më të rënd. Pse ndodh kjo? Duke ditur që ai mori një dënim të lehtë, duhet ta pranojmë që është i lehtë, është nominim përhershëm. Kjo e bën atë më të fuqishëm kundrejt atyre veprimeve dhe atyre gjërave që ai ka thënë. Shpresojmë që televotimin e radhës, pra të premten, në ajo që është televotim përhershëm të dali. Do të kompletohesh, domethënë bigu akoma më mirë. Gjithsesi, më vjen keq për Casey, më vjen keq domethënë që nuk e shfaqet atë njeriu që është jashtë, se jashtë është djalë i mirë, ama aty në lojë zgjodhi të shfaqte një njeri që nuk është në të vërtetë. Por që çati bësh loja e Big Brotherit kjo është. Ai ciao. Se harrova. Shpresojmë që mos tjetë një alla egla. Siç u bë egla që doli nga shtëpia edhe u fut përsëri në një dhomë të bardhë. Shpresojmë.